Territori shqiptar për datën 26 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona malore priten vranësira të lehta kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me dëmot të ngrohtë dhe rreshje të dobta lokale në zonat lindore dhe malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius. Kukës 13 deri në 28 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 27 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 28 gradë Celsius. Durrës 17 deri në 27 gradë Celsius. Kavaj 16 deri në 27 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 30 gradë Celsius. Berat 18 deri në 31 gradë Celsius. Korç 10 deri në 25 gradë Celsius. Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 29 gradë Celsius. Sarandë 17 deri në 28 gradë Celsius.